Gjenci, pikërisht ne jemi në kalan e Peqinit. Pas shpinës tonë, apo muret rrëthues, janë të dukshme. Dhe vetë ju, si njëri që keni përshkruar një libër dhe drejtoni një institucion, a mund të na përshkruash kalan e Peqinit? Si ka lindur kalaja e Peqinit? Ku daton kjo? Historiku pak më i komplikuar në brenda kësaj kalaje. Ju vetë e keni hedhur këtë në një libër? Po. Kjo është objekti kryesor, monumenti i kulturës Peqinit dhe padyshim zëvendën e vet tek libri Historia e Peqinit. Kalaja e Peqinit nuk e mbot testime apo gërmime, zbulime, por ka shumë element që i takojnë edhe pjesës romake, si mund të themi. Pra, është ndërtuar në vendin ku ka qenë dhe kalaja e Klodianës. Kalaja e Peqinit, kjo që shkojmë sot ne, ka pas edhe dy mure tjera rrëthues, sidomos në pjesën lindore, ka qenë në pjesën perëndimore ka qenë edhe namazjaja e qytetit, dhe në pjesën jugore. Kjo kala i ka muret me trasi nga 1 metër deri në 4 metra, ka lartësi e kapacitetet deri në 12 metra, se pjesa më e madhe është edhe e rrënuar pra. Dhe për herë të parë këtu, domethënë për sa i përket Peqinit historik, kemi domethënë si pikë kalan dhe viteve 1450-1540 ku përfundoi kjo kala, kryesisht për të mbrojtur rrugën e Gnatja nga Durrësi në Elbasan.